Bima dhe shëndeti, mirë se erdhët, ju përshëndesim nga studioja jonë, përshëndetje doktor, kënaqësi që jemi këtu. Gjithashtu është edhe kënaqësia jonë të jemi te ky ekran kaq i dashur. Siç tregon edhe Leduolli mbrapa nesh, do të flasim për një pemë që kemi në oborret tona, po përveç se frutave që ajo prodhon, nuk dim ende ose dim shumë pak rreth përdorimit edhe të gjetheve të fikut. Që do të thotë, ka një përdorim në mjekësinë popullore, shumë të hershme, për çfarë arsye, cilat janë komponentët kryesorë të gjetheve të fikut, kur duhet të mblidhen ato dhe kur shërbejnë për gjendje të ndryshme shëndetësore, do të kemi disa përgatesa, dhe kur është sezoni më i mirë për të shfrytëzuar për benefitet që gjethet e fikut kanë dhe shumë përdorime të tyre. Ne përdorim vetëm fikun dhe dim për vlerat e tij. Sigurisht që kemi folur edhe për, le themi, të mirat që na sjell dobit në organizëm, po për gjethet nuk para kemi folur. Pak ndoshta, megjithëse në zonën mesdhetare është përdorur historikisht fruti, qumshti i fikut dhe gjethja e fikut. Por në vendin tonë, gjethet e fikut janë parë ndoshta thjesht si ajo guzhina që përpunon atë lëndën organike dhe e depoziton nëpër frutat dhe nëpër farat, nëpër kokrat e tij. Por në të vërtet, unë them aty ku gatuhet ato tenxheret dhe pjata do të bien erën e asaj gjelle që është gatuar. Plus, kur ne këpusim gjethet, gjitha ajo lënda që është organike e gatshme për të depozituar nëpër fruta, për të ushqyer rrënjët, trungjet e kështu me radhë, mbetet këtu dhe ne kemi, si thuash, në kohën që ne këpusim gjethen, të gjitha ato vlera fitokimike, ne i kemi te kjo gjethja që unë e kam në dorë tash. Pra, këtë po të shohim, është tamam si ajo, si një dorë e gjelbër e natyrës, ku rrezet e diellit përpunojnë me të vërtet vlera shëndetësore, dhe tamam kështu njerëzit i marrin ato fitokimikate të freskëta, të paoksiduara dhe janë të fuqishme në ndikimin e tyre në organizëm. Në tërë mesdheun, kjo është përdorur shumë vite më përpara, disa shekuj më parë. Aq sa kanë zënë vend pra këto veti edhe të dokumentuara tek EMA, tek këto farmakopet gjermane, britanike e kështu me radhë. Po çfarë e bën? Përveç se fitokimikateve për cilën folën, çfarë komponentësh të tjerë e bëjnë gjethen e fikut të përdorshme në mjekësinë popullore? Po, atëherë, nëse do ta shikojmë këputjen e gjethes në muajin qershor dhe korrik, po sidomos muaj fundi maj dhe fillimi qershorit, kur ne këputim, ajo nxjerr një qumësht të bardhë. Dhe po ta lëmë ajo fillon që të pikoj pik. Pra, intensiteti i lëvizjes së qumshit në këtë periudhë është shumë i madh. Mandej, ky fillon sikur të dyllëzohet dhe pastaj, si thuash, e ka humbur atë lëvizshmërinë, po tamam si limfa në trupin e njeriut, është ky laktati që ndodhet tek gjethja, po njëkohësisht edhe tek fruti. Për shembull, neve këputëm tash një kokër dhe ajo filloi pak që ta nxjerrë këtë qumësht. Ndërkohë dëshmojmë edhe me 2-3 foto që doktori na ka dërguar, që i ka realizuar pra tek pema nuk diskutohet që ai presioni osmotik është i atill që e bën që qumshtin me të vërtet sikur të rrjedhi. Por këtu tashin, kur kjo është këputur nga pema dje, e ka të ulur atë intensitetin, por ka. Por si mund ta marrim ne për shembull edhe nga gjethet, sepse kjo ficina që ndodhet te ky qumshti i fikut është edhe në gjethe edhe tek frutat. Atëherë, një mënyrë shumë e thjeshtë dhe kimike që e marrim këtë qumësht të fikut është ta marrim dhe ta ekstraktojmë bimën. To gjethet dhe njëkohësisht edhe frutat. Në vendin tonë rriten 2 lloj fish, fiku i egër. Ja, këto janë fotot që ju keni realizuar se po i prisni doktor. Sa u këput ajo dhe menjëherë ajo ka filluar që të nxjerrë atë qumshtin. Ndërsa në foton e dytë, pas 3-4-5 sekondash më mbrapa, ajo ka filluar që të bëhet tamam si një pikloti. Ndërsa këtu, po ta shikojmë. Është një foto fiku e afruar. Pra,
nuk shohim asgjë tjetër veç se një mantel të qëndisur shumë bukur. Kjo është pjesa e mbrapme e nervaturës së gjethes. Pra, kur këto nervatura janë simetrike, paralele të rregullta, janë të gjethes fikut egër. Kur këto nervatura janë të çrregullta nga mbrapa dhe po ta kthejmë karshidielit, shohim edhe si pika të ndezura, ato janë, si të thuashja, kjo është fik i egër. Unë shoh ato nervat paralele dhe tamam është si një mantel, si kur e kemi bërë një tantel të qëndisur bukur. Duket shumë e bukur. Është shumë e bukur. Vetëm natyra mund t'i bëjë këtë mrekulli. Nëse do të shikojmë, ne kemi prap gjethe aty, të cilat kanë si njolla vaj në brendësi të tyre, ose këto janë që na tregojnë se këtu kanë ndodhur proceset e oksidimit për shkak të ndonjë sëmundjeje të vrugut. Që do të thotë kjo gjethe nuk përdoret për... Nuk është mirë të përdoret për çaj. Ose, ashtu si që është ajo gjethe virusja e kumbullave për shembull, po ashtu virusi dëmton edhe e shpon gjethen kështu, dhe ne themi që këto gjethe, kjo, është mirë që kur vjelim ose kur duam ta marrim për çaj, këtë neve të mos ta marrim. E kuptova. Për përdorim. Pra mund të jetë në një të ndeg, por një gjethe mund të jetë e papërdorshme, pra mund të kemi 2-3 gjethe në një lastar për shembull që njëra mund të jetë defektoze. E kuptoj. Atëherë, nuk ka kuptim logjik që sëmundja që zhvillohet e bimat të zhvillohet edhe tek njeriu. Por ne s'kemi pse e marrim kur këto pëllëm diellore, tamam mund ta quajmë, tek një fik janë me mira. Kur pema ka plot gjethe të shëndetshme për t'i përdorur. Të shëndetshme. Pra, periudha, ju e përmendët qeshorin, korikun, është periudha më e mirë për t'i përdorur gjethet e fikut. Për t'i vjell këto dhe të merre dhe të përdoren. Mund të thahen dhe të përdoren edhe pa në diskutim, ditët e tjera? Dhe kur thahen, edhe ficina, ajo që është pjesë e qumshtit, edhe furanokuratina, që do të thotë, në brendësi të këtij qumshtit ndodhet një përbërës kimik i cili në veprimin e rrezeve të diellit ky kavetit të nxihet me njëherë. Ne mund ta theksojmë edhe më mbrapa kur mund të përgatisim një një përgatesë për lythat për shembull, ose për kallot, ajo në prani të rrezeve të diellit ose me kalimin e kohës, ajo që do bëhet nxihet pak e nga pak, këto furano janë shumë fotosensibilizuese nga drita e diellit dhe ato gjatë oksidimit ndryshojnë ngjyrën. Pra, edhe ai thelbi i hudrës që ne do ta hedhim për shembull, në pak qumësh që mund të marrim, me kalimin e kohës nga i bardhë do të kthehet në të zezë. E kuptova. Dikur i përdorin këtë qumshin se e diskutuam dhe pak më herët për të nxirr, pa është e rrezikshme të përdoret qumshi i fikut për nxirjen, për të marrë ngjyrë? Shiko, furanokumarinat janë komponent kimik të cilët kanë këtë psoralenin dhe bergaptenin, 2 kimikate të cilat në efektin e rrezeve të diellit këto menjëherë nxihen. Të njëjtën gjë do të na bëjë edhe tek lëkura. Pra, nëse ne këtë qumshin e fikut do ta vendosim në sasi të pakontrolluara, atëherë ajo vërtet do të na nxjih, por do të shkaktoj djegje të lëkurës. Kështu që kujdes me përdorimin e qumshtit të fikut. Po, patjetër. Atëherë, janë këto dhe tjetër pastaj vim tek ai qumshi, tek ai laktati, këto acidet organike që janë gryese. Po këto acidet organike kanë për shembull të mira në organizëm, por nëse teprohen mund të shkaktojnë si thua djegjen e lëkurës. Pra, në qoftë se ne do vëmë një nxirës nga qumshti i fikut në lëkurë, është mirë që të mos dalim në diell afërsisht 24 orë. Pra, sikur ta vendosim sot në mëngjes, tërë ditën të rrim kështu, edhe ditën tjetër mund të dalim pas dite. E në këtë mënyrë, neve atë nxirjen e trupit e bëjmë në mënyrë të ngadaltë, pa krijuar asnjë efekt ansor. Atëherë, edhe këto acidet, jo malik, jo citrik, tartrike të tjera, janë më pak gryse, ndërsa kur duam ta përdorim për të nekrotizuar, për shembull lythat, kallot,
janë disa trashje të lëkurës, ndryshimi pigmentimit të lëkurës, atë është mirë që neve ta vendosim të përqendruar, po vetëm në tek njolla e bardhë, po flasim për pigmentimet që janë ato pullat e bardha apo? Jo vitiligo. Jo vitiligo. Po si kafe e errët, po me ngjyra të jetë kafe e errët deri në trashje të lëkurës. Do me thënë, nuk është kjo lëkurë kaq e holla kështu, por ajo bëhet më e ngjeshur dhe ato qelizat sikur fillojnë të ngrihen. Atëherë në këtë mënyrë vendoset ai qumshti i fikut, mund të shoqërohet edhe me atë ndoshta ekstraktin e fikut, ekstraktin e radhiqes, të gjetheve kuptohet, dhe hudhra. Edhe në këtë mënyrë lyhet vetëm pjesa. A mund të ruhet qumshti i gjetheve të fikut dhe si? Për ta patur në një periudhë tjetër. Mund të jetë ne kemi ruajtur kështu, të tretur në pak alkool, ai jeton. Ndryshe, ky fillon tamam si ai qumshi që të prishet, bëhet si kokriza glicërore dhe mandej ajo është oksiduar e tëra. Formon si gurza kështu, kuptohet këto acidet kanë avulluar e kështu dhe ka mbetur ajo pjesa e cila nuk është më në gjendje që të zhvillojë atë reaksionin kimik për nekrotizimin e këtyre kallove për shembull. Absolutisht, do ta tregojmë dhe një recetë për kallot, pjesë shqetësuese e shumë njerëzve, por tani është periudha që edhe qumshtin, edhe gjethet, ne mund t'i përdorim shumë mirë për benefitet që na sjellin. Në çaj, çfarë efektesh dhe çfarë përfitimesh marrim kur e përdorim si çaj gjethen e fikut? Po, atëherë, këto që unë përmenda, pra edhe këto përbërësit e qumshtit, që pak që ndodhe në për këto nervaturat, kështu që është tamam se një mantel i bukur këte poshtë, në pjesën e poshtme të gjethes, edhe fitokimikatet, edhe flavonoidet, edhe acidi stearik që ndodhet këtu, edhe të gjitha komponentët kimik, pak e nga pak do të kalojnë në çaj. Efekti më i mirë, më i parë dhe më shumë i studiuar i këtyre gjetheve është për diabetikët. Pra ka veti të mrekullueshme që të ruaj nivelet e glukozës në gjak, si të thuash, brenda normës. Këtë e bën nëpërmjet dy mënyrave, dy mekanizmave të veprimit në organizëm. Pra, ka njerëz që janë me diabet, pankreasi e ka prodhuar insulinën, por kjo insulin vjen rrotull në gjak dhe nuk hap porta që sheqeri të hyjë në përinde dhe të digjet. Dhe qarkullon insulina për hesapin e vet, glukoza, glicemia për hesapin e vet. Kjo çfarë bën? E bën që insulina të jetë më vepruese. Dhe duke qenë më vepruese insulina, sheqeri futet në ato dhomat e qelizave ku do të digje dhe kthehet në energji dhe nuk qarkullon me gjakun. Së dyti, duke e kombinuar për shembull edhe me bimë të tjera që njerëzit pothuajse i kanë në shtëpitë e tyre, por ndoshta nuk i dinë, për shembull, ne mund ta kombinojmë gjethen e fikut me gjethe hurme. Shumë mirë. Ajo ka një mekanizëm tjetër të çuditshëm në organizëm, që ka plot njerëz që nuk ja dinë asaj. Po çfarë bën ajo? Ngushton qimet thithse dhe sheqeri, molekula e sheqerit vjen afër saj, nuk absorbohet, po vazhdon që të iki bashkë me ato mbetjet. A është koha dhe gjetheve të urmës tani? Pra mund të jenë paralelisht sezoni? Paralelisht fillojmë që nga 15 qershori deri nga 15 shtatori. Qartë, për të dy. Në mënyrë që ato flavonoidet, për shembull, sidomos kjo quercetina, të jetë në nivelin, në sasit më të ngritura. Ato acidet organike, për shembull, ne përmendëm malikun, për shembull, dhe citrikun, po ato na ndihmojnë në uljen e sheqerit, por na ndihmojnë dhe në uljen e kolesterolit. Pra, rregullojnë, si thuash, formulën e gjakut, dhe gjaku lëviz shumë më lirshëm në organizëm. Atëherë, a mund të jenë patjetër edhe tashtin, sepse koha është e ngrohtë, unë e pash atë gjethen e fikut që kishte presion qumshti të mrekullueshëm. Dhe tashtin, si thuash, edhe këto kokrat e fikut që janë të vogla, këto rriten me orë, po t'i shikosh, pra nga dita në ditë këto e rrisin volumin gati në milimetra, çdo në milimetra në ditë. Atëherë, se kemi shumë që mund të jenë të interesuar për diabetin, ju përgatisim një çaj për diabetikët, si do t'i kombinojmë, sa gjethe fiku, sa gota duhet të konsumojmë? Atëherë,
Shko, unë ka marrë 2 ekzemplar. Gjethe fiku që ka qenë anash rrugës dhe si të thuash e smurur në gati 20% të saj. Kështu që nga kjo deg ne nuk marrim asnjë gjethe. Edhe ne po ta shohim në natyrë të shpuar me vrima si të ngrëna këto, më mirë tek ky fik ne nuk afrohemi fare. Ky është rasti kur nuk duhet përdoren gjethet e fikut, do t'i zgjidhni gjithmonë të shëndetshme, tashmë degën tjetër. Pra, edhe ky lloj këtu nuk do të përdoret, ja ku kemi këtu. Atëherë. Ka disa gjethe të shëndetshme. Atëherë, shiko çfarë bëjmë. Star. Ja marrim 1, 2, 3. Pra të mos kenë dhëmbëzat, mos kenë çpime groza. Patjetër, ja, ky manteli që unë thash të jeti i pastër, të jeti i shëndetshëm, ja. Këto mund t'i coptojmë, por mund t'i hedhim edhe kështu. Pra, afërsisht 3 gjethe të fikut. Pasi i kemi shklar. Është shumë mirë, po, patjetër, është shumë mirë që të hedhim këto si rubin të kuq, lulet e shegës. Pra, ose do t'a lëm që, pra, shikojmë këtu. Kjo gjethe, kjo lule, më falni, këto petalet i ka rrëzuar, që do të thotë, kokra këtu brenda është fekonduar dhe ajo do të vazhdoj të rritet. Ndërsa këto, tashmë janë si thuash, si të plakura, dhe ne këto nuk i marrim, sepse kjo ka filluar procesin e lidhjes së kokrës. Ne marrim për shembull nga këto, lulet, të cilat e kanë petalen si të thuash, të rinuar, ka mam të porsacelura. Mund të marrim afërsisht 2-3. Mora një të tillë për shembull. Pra, shiko, këtu është një e fekonduar, janë dhe këto të tjerat. Sikur kjo pemë që ka atje me mira lule, t'i bëj me mira kokra, çfarë do të ndodhi në fund? Kjo vetë vritet. Pra, sikur kjo t'i lidhi të gjitha këto kokrat dhe një nga këto sikur t'jetë 200 gram, për shembull, 150 gram, a mundet që kjo t'i mbaj... Ta mbaj peshën e gjithave? Dhe kjo çfarë do të bëj? Do harkohet kështu dhe kputet. Kështu që, ata baçevanët e mirë, çfarë bëjnë? Lën një dhe afër bazës këtu, dhe këtu fillojnë të bëjnë një rrallim. Jo më kot i ka marrën këto. Pra, kësaj dege... Kur bëjnë rrallimin, besoj dhe ta kuptojnë dhe ta bëjnë me qëllim për t'i mbajtur edhe petalet. Që kjo të mbaj njërën prej tyre, atë që është afër. Ndërsa këto, i marrim dhe i thajmë. Mund të themi janë të barazvlershme sa kjo kokra që neve e lam këtu. Po përse mund t'i përdorin të tjera. Po shiko sa e bukur është kjo. Kjo nuk është kështu e bukur thjesht vetëm të tërheqi bletën për të bërë atë plenimin e saj, por është sepse këtu me të vërtet ndodhen kimikate të shumta, të cilat janë të mrekullueshme, më realizojnë si thuash një shëndet nga brenda të organizmit dhe më jep një bukuri trupore të lëkurës nga jashtë. Eliksiri bukurisë dihet për shegën, po edhe petalet kanë këtë veti. Ose mundet që t'i bëjmë kështu. Këto petalet, për shembull, i marrim dhe i përdorim për një çaj si antiseptik për lëkurën. Për lëkurën e fytyrës. Kemi shtuar gjethet e fikut, petalet e shegës, lulet e shegës dhe shtojmë në të afërsisht 15-20 gjethe të ullirit. Të ullirit. Ja. Po përgatisim një çaj për personat që janë me diabet. Pra, i kemi vendosur të 3 gjethet aty brenda, shtojmë ujin e fluar. Hedhim afërsisht 3 gota çaj. I lëm 15 minuta dhe në këtë mënyrë çaj për një diabetik do të jetë i mrekullueshëm. Super. Sa gota të tilla duhet të pinë? Pihen afërsisht 2 deri në 3 gota në ditë. Pra ata që janë me medikamente, që përdorin ilaçe për diabetin, duhet të kenë kujdes për ndonjë intervenim të mundshëm? Po, çfarë presim që të ndodhi? Presim që gjatë ditës niveli i sheqerit në gjak nuk do të fillojë që të kërcejë më me ato vlerat e tij të mëparshme, por do të jetë shumë afër brenda kufirit, ndoshta brenda kufirit ose pak mbi tavanin e tij. Pra, në këtë mënyrë, ai diabetiku duhet që të marrë masa, të paksoj pak mjekimin, sepse do vi momenti që ti i kputen fuqit, mbulojt në djerës ftohta dhe mund t'i bjerit fik. Më tepër. Për prediabetikët që janë në atë pragun për të shkuar tek diabetikët, është e parandalon më së miri. Pa diskutim. Dhe unë them kështu, ajo rruga për diabetikët, për këta njerëz që dalin nga kjo rruga e gjithë
njerëzve, ka një hink në fillim. Çdo xhade ka një hink të gjerë, ku makinat marrin kthesën dhe futen. Këta para diabetikët janë këtu gati te kjo hinka, atëhere, si thua ti moni makinës, kthehet dhe sfutet më në këtë rrugë ai. Po vazhdon rrugën tjetër. Pra, duke bërë një para diabetik ose një njeri që ka predispozita familjare, duke bërë nga një trajtim me këtë çaj, po me lulen e shegës, me gjethen e ullirit, nga njëherë me gjethe hurme, sigurisht të marri masa që edhe kafen të api me shumë pak sheqer ose i çfare, të minimizohet sheqeri gjatë përdorimit ditore kështu, atëhere edhe ai që është diabetik me trashëgimi gjenetike që ka babain ose nënën ose kështu, ai nuk do të bëhet me diabet që në moshën 40 vjeç, 45. Po mund të bëhet 75 vjeçar. Rëndësishme është parandalimi. Sepse ky dis nga se të mbrohet. Po. Përgatisi më pas për këdo që vuan nga kallot, dhe tani në atë këpucën gishtave të izoluara, po varet në vendet ku dalin kallot, dhe mos për ata që punojnë, kanë të domosdoshme një trajtim të tillë me qumshtin e fikut, apo jo, një përzierje vjen pas publicitetit, për t'i ndihmuar për të larguar dhimbjet dhe për ta zhdukur kallon.